Egjipti është vendi më i populluar në botën arabe, me mbi 114 milion banor në vitin 2024 dhe me parashikime që arrin në 160 milion deri në vitin 2050. Kjo përfaqëson një rritje prej më shumë se 45 milion njerëzish në vetëm 26 vjet. Shkalla e kësaj rritje paraqet një sfidë serioze, pasi vetëm 3 deri në 4% të territorit të Egjiptit është tokë e punueshme, ndërsa pjesa tjetër është pothuajse tërësisht shkretëtir. Ushqyerja e një popullsie që rritet kaq shpejt me kaq pak tokë pjellore është bërë një shqetësim kombëtar. Situata përkeqësohet edhe më shumë nga varësia e madhe e Egjiptit nga importet e grurit. Në vitin 2021, 82% e grurit vinte nga Rusia dhe Ukraina. Kur lufta ndërpreu këta zinxhir furnizimi, sistemi ushqimor i Egjiptit u ekspozua shpejtësi i brisht, duke nxjerrë në parë rreziqet e mbështetjes tek bërimet e jashtme për produktet bazë. Në të njëjtën kohë, qytetet e Egjiptit po zgjerohen me një ritëm të paprecedent. Kairo, tashmë një mega qytet me mbi 22 milion banor, është rritur më shumë se 10 fish, që nga viti 1950. Me zgjerimin e qytetit drejt periferisë, ai ka përthithur fshatra përreth dhe tokë pjellore bujqësore. Ky urbanizim i shpejt ka sjellë bllokime të rënda të trafikut, mbi ngarkesë të shërbimeve publike dhe presion gjithnjë e më të madh mbi ujin, tokën e punueshme dhe furnizimet ushqimore. Aleksandria, qyteti i dytë më i madh i vendit, po përballet me një prirje të ngjashme. Midis viteve 1987 dhe 2021, të dhënat satelitore tregojnë se Aleksandria humbi 11% të tokës bujqësore përreth saj, e cila u zëvendësua pothuajse plotësisht nga zhvillimi urban. Duke pranuar se kjo rrugë është e paqëndrueshme, qeveria ka bërë kontrollin e popullsisë një prioritet kombëtar. Fushata si 2 mjaftojnë inkurajojnë për familje më të vogla, por normat kulturore të rrënjosura thellë, veçanërisht në zonat rurale, si dhe nivelet e ulta të arsimit, sidomos tek gratë, vazhdojnë të mbajnë normat e fertilitetit të larta. Si përgjigje ndaj këtyre presioneve në rritje, presidenti Abdel Fattah el-Sisi shpalli projektin Delta e Re në mars të 2021-shit, iniciativën bujqësore më ambicioze në historinë e Egjiptit. Projekti synon të rikuperojë më shumë se 9200 km2 shkretëtir, një sipërfaqe afërsisht sa Çiproja, dhe të zgjerojë tokën e punueshme të Egjiptit me 23%. Në qendër të këtij projekti qëndron ndërtimi i një lumi artificial 114 km të gjatë, i projektuar për të furnizuar me ujë tokat e reja bujqësore. Sistemi i drejton ujërat e ndotura bujqësore nga dega Roseta e Nilit, i kanalizon ato përgjatë Bregdetit dhe më pas i transporton nën tokë përmes tubave gjigant, përpara se t'i dërgojë në implantin e trajtimit të ujit Al-Hammam, më i madhi i këtij lloji në botë. Uji i trajtuar shpërndahet më pas përmes kanaleve të hapura dhe degëve shtesë të lidhura me Nilin. Në total, sistemi është projektuar të furnizojë 3.5 miliard metra kub ujë të pastër në vit. Buxheti i projektit te kalon 9.7 miliard dollar, me fazën e parë që rikuperon rreth 4400 km2, përpara se të zgjerohet në shkallën e plot. Tokat e rikuperuara do të kultivohen duke përdorur sisteme vaditje me pivot qendror, një metodë shumë efikase që lejon rritjen e kulturave edhe në kushte jashtëzakonisht të thata. Këto sisteme shpërndajnë ujin në mënyrë të njëtrajtshme mbi fusha të mëdha rrethore, duke reduktuar humbjet dhe duke rritur produktivitetin. Përmes projektit Delta e Re, Egjipti po përpiqet të ulë varësinë nga importet ushqimore, të forcojë sigurinë ushqimore dhe të përshtatet me presionet e rritjes së shpejtë të popullsisë dhe burimeve natyrore të kufizuara. Sistemet e vaditjes me pivot qendror luajnë një rol kyç në projektin Delta e Re, duke ulur përdorimin e ujit pothuajse përgjysmë krahasuar me metodat tradicionale. Versionet moderne janë të pajisura me sensor lagështie dhe kontrolle në distancë, duke mundësuar fermerëve të aplikojnë ujë, plera dhe pesticide me saktësi. Vetëm aty dhe atëherë kur nevojiten,
duke rritur efikasitetin dhe duke reduktuar humbjet. Pasi të jetë plotësisht funksional, projekti Delta e Re pritet të krijojë më shumë se 5 milion vende pune në bujqësi, për punim ushqimor dhe logjistik. Tokat e rikuperuara do të mbështesin një gamë të gjerë kulturash, përfshirë grurin, misrin, panxarjen e sheqerit, frutat, perimet dhe bimet mjekësore, duke forcuar prodhimin vendas të ushqimit. Kjo përpjekje vjen në një moment kritik. Egjipti është importuesi më i madh i grurit në botë dhe vetëm në vitin 2023 shpenzoi mbi 15 miliard dollar për importe ushqimore. Midis viteve 2017 dhe 2022, 86% e importeve të grurit vinin nga Rusia dhe Ukraina. Kur lufta ndërpreu këto furnizime, Egjipti u përball me një krizë të menjëhershme, pasi zinxhiri global të furnizimit u tronditën dhe çmimet e grurit u rritën me gati 40%. Projekti Delta e Re është projektuar për të reduktuar këtë varësi nga importet, me popullsinë që pritet të arrijë 160 milion deri në vitin 2050. Siguria ushqimore është kthyer në një prioritet urgjent kombëtar. Ajo që dikur ishte vetëm një vizion në letër, tani po transformon dukshëm peizazhin e vendit. Imazhet satelitore nga vitet 2020 deri në 2024 tregojnë ndryshime dramatike rreth Aleksandrisë dhe qarkut Beheira, ku shkëtetira e zhveshur është ndërruar në fusha të gjëra rrethore të gjelbra. Ky transformim i shpejt u bë i mundur fal përfundimit të impiantit të trajtimit të ujrave të ndotura Al Hamam në qershor 2023. I ndërtuar për vetëm 24 muaj, ai është tani objekti më i madh i këtij lloji në botë. Ky impiant nuk pastron vetëm ujin, ai përbën shtyllën kryesore të sistemit të vaditjes së deltës së re, duke ricikluar ujërat kulluese bujqësore dhe duke i bërë të përshtatshme për ripërdorim. Shkalla e tij ka sjell 4 rekorde botërore Guinness, përfshirë impiantin më të madh të trajtimit të ujit, sistemin më të madh të menaxhimit të llumit, sistemin më të madh të dezinfektimit me rreze ultraviolet dhe operacionin më të gjerë të ripërdorimit të ujit për bujqësi. Duke u mbështetur tek uji i trajtuar, qeveria synon të ulë presionin mbi akuiferët e Egjiptit. Rezervat nëntoksore të ujit që kanë mbështetur bujqësinë në shkëtetir për dekada, por që tani janë në stres gjithnjë e më të madh. Një studim i vitit 2023 tregon se shterimi i ujrave nëntoksore në akuiferin Moghra është përshpejtuar ndjeshëm. Humbja vjetore e ujit u rrit nga një mesatare prej 32 milion metra kub midis viteve 2003 dhe 2009 në 262 milion metra kub në vit midis 2015-s dhe 2021-shit, duke reflektuar zgjerimin e shpejt të vaditjes në shkëtetirën perëndimore. Administrata aktuale ka rritur nxjerrjen e ujrave nëntoksore përmes stacioneve të mëdha të pompimit për të mbështetur tokat e reja bujqësore. Kjo është pjesë e një plani më të gjerë për të shndërruar 16.800 km2 shkëtetir në tokë bujqësore produktive deri në vitin 2027. Megjithatë, mungesa e ujit nuk është sfida e vetme e Egjiptit. Vendi po përballet gjithashtu me inflacion të vazhdueshëm, rritje të çmimeve të ushqimit dhe borxh publik në rritje. Ndërkohë, kryeqyteti i ri administrativ me kosto 58 miliard dollar mbetet vetëm 1/3 e përfunduar, pavarësisht se mbi 45 miliard dollar janë shpenzuar tashmë, duke ngritur shqetësime se mund të kthehet në një barë financiare afatgjat. Pas projekteve mbreslënëse infrastrukturore, fshihet një realitet i vështirë. Ndërsa shndërrimi i shkëtetirës në tokë bujqësore mund të sjellë përfitime afatshkurtra, dështimi për të mbrojtur rezervat e ujrave nëntoksore mund të dobësojë stabilitetin afatgjat të Egjiptit. Ndërsa inflacioni, gërryen të ardhurat e familjeve dhe projekte gjigande rëndojnë finansat kombëtare, Egjipti përballet me një pyetje vendimtare. Do të ketë mjaftueshëm ujë dhe kapacitet ekonomik për të mbështetur të ardhmen që po përpiqet të ndërtojë. Kjo ishte e gjitha për sot. Abononi në kanalin ton që të shihni më shumë video të tilla në të ardhmen. Faleminderit për shikimin dhe dëgjohemi në video të tjera.